Për episodet e plota të Milori Podcast, subscribe në kanalin tim në YouTube Mirela Milori. Ajo është një grua e drejt për drejt, nuk ka frikë. Të thot atë që mendon si e mendon edhe në kulmin e debatit, nuk di të tërhiqet. Disa e keq kuptojnë, edhe ajo nuk pyet fare për arsye pse ata e keq kuptojnë, nuk do t'ja di. Disa të tjerë lëndojnë dhe ajo di t'jetë dhe brisht dhe të tërhiqet në vetmin e saj për ta përpunuar. Dhe me ata që kuptojnë natyrisht që është shumë e mirë dhe shumë humble, thonë amerikanët. Është shumë e dashur dhe mirënjohëse. Të gjitha këto aspekte unë ja njoh. Dua që t'ja njihni dhe ju në këtë podcast. Fillojmë. Jam me Jacqueline Lekatarin Zhaku. Mirë se erdhe, shumë kënaqësi që të kam këtu. Mirë se gjeta Mirela dashur. Kur ju thash njerëzve që do kem Zhakun në podcast, më thanë gjithë, bo Zhaku. E thash, po unë nuk zje me Zhakun, sepse dhe kur kemi ide të ndryshme, ne flasim. Mirë po ti nga që je fort dhe stërhiqesh, njerëzit ty të ndjek, e ndjen ti këtë kur thonë që Zhaku, apo bo Zhaku. E ndjej, edhe kur ftohem për intervista, ose ndjej gjatë jetës së përditshme, kur kam kontakte me njerëz normal, të ndryshëm, të së përditshmes, të cilët kanë krijuar ato idenë e tyre në kokën e tyre për mua dhe në momentin që përballen me Zhakun, e kuptojnë që ajo ideja e tyre nuk përkon me realitetin dhe janë shumë të sinqertë dhe e thonë me një herë, edhe e thonë në mënyrë të drejtë për drejtë, pra nuk është që mundohen ta zbukurojnë pak, po e thonë, "Ua, ti nuk je ashtu si e prisja. Ua, po ti qënge shumë simpatike. Ua, po ti je më i dashur se sa e prisja. Ua, po ti qënge shumë pozitive." E qartë, e qartë. Kështu që në jetën reale. Po ndoshta është Shqipëria një vend i ashpër, në fakt. Është një vend i ashpër, por unë justifikoj me faktin që tematikat për cilat flas unë janë tematika të forta, janë tematika jo pozitive, janë tematika të cilat të hapin debate dhe diskutime dhe polarizojnë shoqërinë. Dhe kjo është arsyeja pse unë shihem gjithmonë si një grua agresive, e zëshme, negative, kritikuese, duke harruar shpesh herë që ajo kritika dhe vëmendja që ne i japim fenomeneve të ndryshme natyrore, sociale, se thash natyrore, në të vërtetë tregon për një dashuri dhe për një kohë të harxhuar duke i studiuar, duke analizuar dhe duke dashur t'i kuptoj këto fenomene dhe të gjitha këto ngjarje. Kështu që mendoj që është e kundërta. Shiko, dua të flas pak për feminizmin. Po. Por me kënaqësi. Krahasuar me 10 vite më parë, si është feminizmi në Shqipëri, kjo lëvizja feministe? Feminizmi. Krahasuar me 10 vjet më parë. Me 10 vjet më parë, në vitin 2016. Si po ecën? Në krahasuar me 10 vite e më parshme, mendoj që lëvizja feministe në ditët e sotme në Shqipëri patjetër që është më mirë e strukturuar. Është më mirë e strukturuar, është e ndarë në grupime të cilat e njohin individualitetin e secilit grupim, e njohin punën, kontributin, ndoshta dhe ndryshimet filozofike, parimore, konceptuale, por gjithsesi me këtë dëshirën e madhe për të bashkëpunuar dhe për të parë qëllimin e madh të përbashkët dhe jo diferencat. I gjithë kjo, me thënë të drejtën, nuk ka ardhur ndoshta si punë e vazhdueshme dhe e përditshme e grupimeve të ndryshme feministe, por mendoj që ka ardhur si një përgjigje e këtyre rrymave të reja politike që prej 6-7 vitesh janë prezente në botë dhe po mundohen ta kthejnë botën më konservatore duke vrarë demokracitë liberale dhe në këtë mënyrë duke thelluar rolet gjinore dhe patjetër duke bërë terrenin e gruas më pak të fortë dhe më pak stabil. Them krahasuar me 10 vite më parë sepse shoh që vazhdon numri vrasjes së grave. Pra, ne kemi vajza të cilat kanë qenë 16 vjeçe 10 vjet më parë, kanë 10 vjet që rriten me këtë frym të feminizmit, se tani flitet gjerësisht. Flitet për orientime në ndryshëm seksual, edukata seksuale ka hyrë në shkolla. Nuk kemi më ajo Shqipëria e errësirës, flitet, njerëz jashtë shtetit kemi, hym dalim, pra gjatë këtyre 10 viteve, mendojnë që duhet një emancipim më i madh në mentalitet flas, nuk them për statistika, shoqata pafund mund të ketë,
statistikat i dorëzojnë mirë aty te donatorët, lekët merren dhe shumë mirë bëjnë, se dhe ato bëjnë punë, por në mentalitet ka një ndryshim aq sa duhej apo pritet edhe më? Jo, patjetër që pritet edhe më, sigurisht. Po pse nuk vjen? Sepse faktorët po ecin. Faktorët aksesorë shoqërus ecin. Përse mentaliteti tek gruaja nuk ecën? Ka pyetja shumë e gjerë dhe do një përgjigje kështu me disa sektorë dhe me disa pika. Si fillim, po, shoqëria civile dhe shoqatat e ndryshme të cilat merren me të drejtat e grave, patjetër që ka bërë një punë shumë të mirë dhe mundohen që të gjejnë edhe lufta e kërkimit të donatorëve dhe kërkimit të investimeve është goxha e vështirë dhe mundohen që me aq sa mundësi sa kanë dhe me aq burime njerëzore sa kanë, të bëjnë një punë sa më të mirë që padyshim është e pamjaftueshme. Por ne nuk mund të presim që ndryshimet shoqërore dhe mentaliteti në shoqëri të vi vetëm si punë e 10, 20 apo 100 shoqatave që mund të ketë Shqipëria, nëse nuk kemi një punë dhe vullnet të strukturuar nga institucionet politike, sepse janë institucionet politike të cilat marrin një pjesë të lirisë së qytetarëve dhe janë ata rregullatori i mbarvajtjes së zhvillimeve shoqërore, por dhe marrëdhënieve shoqërore. Dhe jo vetëm në 10 vitet e fundit, po mendoj që në 30 vitet e fundit në Shqipëri, barazia gjinore, fuqizimi i gruas, zhvillimi i mentalitetit apo krijimi i një mentaliteti më liberal dhe më pranues, më tolerant, nuk ka qenë, besoj, një nga qëllimet e politikës shqiptare dhe vazhdojnë të mos jetë një nga qëllimet e politikës shqiptare. Pse? Sepse kauzat sociale nuk sjellin para, kauzat sociale vetëm marrin para. Kështu që institucionet shtetërore do të duhet që të kenë disa buxhete shumë të majme dedikuar ligjeve dhe projektligjeve të reja që janë dedikuar për barazinë gjinore dhe për diskriminimin dhe do duhet edhe të investojnë edhe në burime njerëzore dhe në institucionet e rendit, por edhe në institucionet e edukimit. Kështu që nëse puna nuk kryhet në mënyrë shumë harmonike dhe shumë të përqendruar dhe bashkëpunuese dhe nga lart dhe nga poshtë, rezultati do jetë ky që jetë. E kuptoj, po dakor, Shqipëria është një terren i tillë edhe timet të drejtë e ndërtove ashtu siç është kauzat sociale janë në fushata, Pastaj kemi dhe rolin e medias. Media, shtylla e katërt, është jashtëzakonisht shumë e rëndësishme sepse krijon një opinion në publik, krijon një narracion të caktuar në publik. Dhe nëse deri 10 vite më parë media ne kemi pasur aleat, unë nuk e shoh më media shqiptare si aleate të vajzës apo të gruas, apo si aleate të gjitha këtyre kauzave demokratike dhe liberale që janë të bazuara te dinjiteti njerëzor dhe te barazia njerëzore, pa krijuar një hierarki njerëzore, e cila është një hierarki gjeografike sepse bazohet në fe të ndryshme, në statuse të ndryshme. Dikush që na shef të dëgjon tani dhe thot, për çfarë media flet kjo kur media Prime-in ja ka dhënë media të rëndësishme flas, Prime-et janë me gra gjysmë të zhveshura që çfarë promovojnë, se dëgjoj unë këtë për shembull. Dhe ka emisione të tilla. Patjetër. Po e jep pra media një grua gjysmë e zhveshur. Ajo nuk është Tani çfarë dëmi i bën kjo? Arritja dhe emancipimi i gruas. Çfarë dëmi ju sjell kjo juve? Jo sepse feminizmi është një lëvizje që është kundër grave të cilat e mbajnë veten e tyre, mendojnë që janë të bukura dhe fokusojnë apo gjithë energjinë e tyre te pamja e tyre jashtme. Kjo është thjesht një mekanizëm i ri kontrolli që ky sistem i patriarkatit në të cilin ne jetojmë përdor për ta mbajtur përsëri gruan të skllavëruar, të burgosur brenda këtij mekanizmit i cili e do gruan të brisht, e do të hiperseksualizuar dhe do vetëm të bukur dhe asgjë më shumë. Nëse lëvizjet konservatore, të cilat janë të bazuara në traditë dhe në role të ngurta gjinore, i japin vetëm një funksion gruas, dhe funksioni i gruas është ai që të kujdeset për mbarvajtjen e shtëpisë, në të vërtetë ky sistemi tjetër në të cilin po jetojmë sot i jep gjithashtu vetëm një funksion gruas, që është ai i të qenurit e joshëse, e bukur, seksi, e dëshirueshme, prap
hap një objekt në duart e atyre që kanë pushtetin, që në sistemin patriarkal janë përsëri burrat. Pra, është thjesht një mënyrë e re, një kurth më modern, një kurth me ngjyra më të bukura, një kurth në të cilën ti ndihesh e lirë për të bërë zgjedhjet e tua, por në të vërtetë është thjesht një mekanizëm tjetër joshje dhe kontrolli mbi autoritetin po dhe trupin e gruas dhe mbi lirinë dhe vetëvendosjen që ka gruaja për të vendosur për trupin e saj. Unë e kuptoj këtë dhe kjo është një temë shumë e gjerë edhe unë gjithmonë kam qenë njeri i mendimit dhe unë jam tek barazia e vlerave. Mund të jap një shembull më konkret. Ne në prime time kemi një emision i cili prezantohet nga gra dhe trajton temat të gruas. Dhe nëse ne zbërthejmë atë emisionin i cili ka 5 prezantuese gra dhe normalisht do të duhet të trajtonte tema që kanë të bëjnë me gruan e ditës së sotme, do të shohësh që pyetjet kryesore, kryefjala e intervistave janë pyetje që kanë të bëjnë me mëmësinë, me martesën, me shtatzanin, me tradhtin, po pjesë e jetës janë me këto. Por kjo e redukton gruan vetëm në një funksion, në funksionin e asaj e cila ka mbi shpatullat e veta përgjegjësinë për mbarvajtjen e shtëpisë. Gruaja është vetëm ajo që riprodhon, është vetëm ajo që martohet, është vetëm ajo që kujdeset për fëmijët, është ajo që mban raporte të lubrifikuara me vjerrin ose me anëtarët e tjerë të familjes. Mirë, jo, flitet atje edhe për tema sociale, edhe për tema të ndryshme, nëse i referohemi emision që të jemi korrekt. Po them, duke të jap një shembull konkret se pse media nuk është aleate. Jo, unë nuk kam këtë, se të paktën në emisionet të tilla ka gra të arrira, të cilat kanë një skalet dhe flasin. Unë po flas që për pyetjes që përse feminizmi nuk po bën vajza dhe gra më të shëndetshme në jetën e tyre sot, më the është pjesë e medias dhe patjetër jam me ty, sepse media promovon vajza që nuk e din se çfarë bëjnë. Dhe rrjetet sociale. Rrjetet sociale janë, pra në këtë moment unë dua të di përveç medias që ka të vetat dhe e lëm se është temë tjetër dhe nuk dua t'i hym medias per se, familja dhe shkolla, kanë të bëjnë në modelet e caktuara që krijon, pra, ka që vështirë është që këtu të jenë modelet e suksesit gra të bëra vetë, gra të pasura të cilat jo domosdoshmërisht janë të bukura, gra të cilat janë të suksesshme në punën e tyre, jo se domosdoshmërisht i mori një burr për dorë dhe i solli aty. Ose dhe nëse i kanë mbështetur një burr, thon po është partneri im në punë, është partneri im në jetë, faleminderit shumë, por unë jam këtu ku jam. Është kaq e vështirë të ndërtohen modele të tilla në Shqipëri, sepse ka modele të tilla, por nuk kanë zë. Përveç medias, edhe zë me njëra tjetrën po të flitet, vajzat për fat keq shkojnë tek modeli më i lehtë. Do gjej një gjë të tillë, të kem këtë çantën e bukur, ndërkohë që ka vajza që nuk duan çantën e bukur, duan 4 vite studim shkollë jashtë sikur të ndali bursa të iki. Po ka dhe vajza të tilla shumë të mira. Tani përse modeli tërheq kjo me çantën e bukur dhe që bën edhe një ndërhyrje për të qenë, dhe jo kjo vajza tjetër që mund të jetë shumë e bukur, është dhe shumë e bukur, por është me këmbë në tokë dhe s'do çantën e bukur, po 2 vjet studime një bursë. Për shembull, ne në vendin ton patjetër që edhe burrat edhe gratë kalojnë një krizë identiteti dhe një krizë të roleve dhe të modeleve shoqërore. Mendoj që ne këtu në Shqipëri kemi kaluar një gjendje me një humner në të cilën janë shuar ato modelet e referimit, ato pikat e referimit në të cilat ne kemi besuar si shoqëri. Dhe nëse kthehemi 30 vite pas, se patjetër ne duhet marrim parasysh edhe kontekstin kulturor, politik dhe ekonomik në të cilin ne kemi jetuar. Dhe nëse kthehemi te pikat e referimit apo modelet e referimit që ne kemi pasur gjatë kohës së diktaturës apo të komunizmit, ato kanë qenë prindrit, mësuesit, shteti. Mbas viteve 90 ne kemi parë që të gjitha këto modele, pika referimi që ne kemi pasur, në të vërtet ato u zhbën. Familja shqiptare u zhbën me problemet e veta, me varfërinë, me skamjen, me emigrimin, me luftrat civile, me ndryshimet e vazhdueshme politike, turbulente, një shoqëri turbulente. Sistemi shkollor u shkatërrua dhe 30 vitet e fundit buxheti për arsimin, edukimin, kulturën dhe shkencën sa vjen dhe të kurret ose ka ardhur gjithmonë duke u të kurrur, dhe familja shqiptare, e cila ishte mësuar me një model tradicional dhe me role
krejtësisht të përcaktuara dhe ndarje gjinore, e cila përballet me një botë të re moderne, ku burri dhe gruaja janë të ndryshëm nga burri dhe gruaja me të cilën ishin mësuar shqiptarët, dhe kjo kalimin me njëhershëm nga një gjendje zero në një gjendje kaotike të zhvillueshme kapitaliste të komodifikimit të produktit, të shitjes, të përfitimit, ishte jashtëzakonisht shumë tronditse për shoqërinë shqiptare dhe vazhdon ende të jetë për shoqërinë shqiptare. Dhe ajo çka mendoj unë që ndodh në Shqipëri për momentin është që vazhdojnë ende të mungojnë këto pikat e referimit, këto modelet e referimit. Pra, këto vende që kanë ngelur të zbrasta, për mendimin tim, ende nuk janë zëvendësuar ose janë zëvendësuar me disa modele të cilat në të vërtet nuk janë të shëndetshme, por që ne sot quajmë të suksesshme. Sepse në epokën e digitalizimit dhe në epokën e globalizimit, ku edhe vetë njeriu është një produkt që shitet dhe blihet, e suksesshme është ajo që shitet dhe blihet. Vlera e produktit është kur ai produkt blihet dhe kur ai produkt prodhon para. E qartë, të tërë rendin mbas fitimit dhe të tërë kanë një çmim. Kështu që mendoj që kjo ka qenë i gjithë iteri që ne kemi kaluar. Çfarë jo të lodh, të habit akoma që jetojmë në një vend ku vriten gra, përsëri nga dhuna fizike, psikologjike, emocionale, intelektuale, përsëri gratë janë më vulnerabël. Ato shkojnë si në vetvrasje, si në vrasje. Jo privilegje jetën, kështu që është pashmangshme. Dhe si ka mundësi që në të njëjtin vend ku ti ke ende vrasje dhe nuk ka një korac mbrojtëse përballë momenteve të tilla, ke gra dhe vajza në moshë të re, të cilat kanë një pasuri X. Nuk jo a divurimin e pasurisë, dikush ka një mbiemër, ka babain, familjen e tjerë, dikush mund mos i ketë këto. Dhe ke edhe këtu vajza shumë të pasura që thua si u vu kjo pasuri, ke edhe gra intelektuale të cilat përpiqen dhe ke edhe vajza që e din që s'duhet të bëjnë një gjë, po thonë të bëjnë ja 3 vjet një punë X, kot të marrë ndonjë lek kështu si modele nëpër Instagram, dhe pastaj të filloj të bëj këtë gjën që duhet të bëj. Pra këtu ka një tollovi nga vrasja deri te një përfaqësuese e një bote glamur që e ka të vërtet, i ka ato shifrat e lekëve në llogari, nuk është se po bën fake, nuk është mall temu, le të themi kështu. E kuptoj. Mall bio i vërtet. Si ka mundësi që në një shoqëri me kaq pak njerëz, sa milion jemi, nuk është se kemi dhe kështu popullata 300 milion e 500 milion. Pra në këtë ti gjen kaq shumë tipologji dhe kaq shumë çoroditje. Si e sheti këtë? Se unë kështu e zbërthej, ka çoroditje, nuk ka një nivel. Ka çoroditje. Si e sheti këtë? Nuk më habit, me thënë të drejtën. Do gënjeja nëse do thoshte që unë jam e habitur edhe jam e skandalizuar. E pret e shes si deduksion logjik këtë? Mendoj që po. Sepse e para punës kjo gjë nuk i ndodh vetëm vajzave, por ne vazhdimisht për shkak të mënyrës se si e kemi ndërtuar shoqërinë tonë dhe mentalitetin tonë, sa herë që duam të bëjmë një analizë të shoqërisë edhe për të parë se sa e çoroditur është ajo, sa pollovika tek ajo, ne gjithmonë mundohemi të shohim gruan. Okej, ne po flasim për feminizmin, po feminizmi nuk përfshin vetëm gruan. Feminizmi kërkon barazi gjinore midis burrit dhe gruas, sepse nëse ne do të kërkonim epërsi vetëm të gruas, ne do bënim të kundërtën e patriarkatit, do sillim matriarkatin. Ndërkohë që ne nuk duam që fuqia të shkojë nga një gjini te njëra tjetra. Ne kërkojmë që pushteti, se feminizmi për atë flet, që pushteti mos jetë në raport të drejtë, po të jetë në raport të drejtë midis dy gjinive. Kështu që unë do ta filloja duke thënë që këto modele për të cilat ti flet, që kanë këtë pasurimin e shpejtë brenda natës, këtë jetën luksoze, këtë jetën e shpejtë, janë modele që na vijnë dhe nga djemt dhe nga burrat, dhe nga vajzat. Nga djemt dhe nga vajzat. Dhe këto janë modele të pakta në numër, që për mendimin tim nuk e përfaqësojnë plotësisht Shqipërinë e vërtet, sepse Shqipëria e vërtet nuk është e bërë nga eskortat apo shoqërueset apo nga djemt të cilët punojnë me krimin e organizuar dhe vazhdimisht të fusin para në pisët në vendin tonë. Po, kjo është një fet shumë e mirë e shoqërisë dhe duhet të fillojmë të jemi kritik ndaj saj dhe të kuptojmë si ndikon ajo edhe në jetën tonë të përditshme sociale, por edhe në jetën tonë ekonomike, por edhe në jetën tonë profesionale. Kështu që në një vend
ku nuk ka institucione, në një vend ku nuk ka vullnet, në një vend ku nuk ka investime të vërteta, në një vend ku nuk ka një vizion të qartë se ku do ta çojmë Shqipërinë në 100 vitet e ardhshme, mendoj që njerëzit bëjnë ato që munden për të mbijetuar. E kuptoj, në këtë kuadër gratë dhe burrat janë njësoj. Unë i shoh këto mënyra mbijetese. Dhe shpeshherë kur flas me vajza të cilat mund të punojnë si eskorta, apo mund të punojnë si shoqëruese, apo mund të punojnë si punonjëse seksi, duke nisur nga pozita jo privilegjuese dhe duke dashur patjetër të mbijetojnë dhe të sigurojnë një jetesë për familjen e tyre, kur ti pyet ato nëse do të zgjidhin diçka tjetër, apo nëse do të donin që jeta e tyre të ishte ndryshe, apo nëse do t'i gjejë një punë atyre, ato do ta pranonin ato punë, patjetër që është shumë e vështirë që ti të mbash familjen dhe t'i përgjigjesh familjes tënde me rrogat të cilat ka Shqipëria. Me rroga 600, 700, 800 apo 500.000 lekë. Kështu që unë e kuptoj shumë mirë këtë nevojën për mbijetesë. Nuk jam duke promovuar, nuk jam duke promovuar, po jam duke kuptuar kontekstet në të cilat rriten njerëzit dhe zgjedhjet që ato bëjnë për veten e tyre. Dhe nuk dua të gjykoj, po dua vetëm të mundohem të kuptoj dhe të them që të gjithë këto vajza dhe këto gra që bëjnë zgjedhje të tilla nuk kanë ditur më mirë që të bëjnë një tjetër zgjedhje. Kështu që është detyra jonë që ne t'i japim kushtet atyre që ato të dinë të bëjnë zgjedhje më të mira për veten e tyre. Po ka edhe vajza të tjera që punojnë dhe jetojnë në 600.000 lekë. Po patjetër. Ka edhe nëna të reja që mbajnë familjen në 600-700.000 lekë. Patjetër. Që rrisin fëmijët e tyre në shkollat që s'kan makinë. Patjetër. Po unë nuk e shoh Kështu që unë nuk e shoh të tmerrshme dëshirën varfëria nuk është argument. Jo, nuk po flas vetëm për varfërinë. Unë po flas për dëshirën për të përmirësuar jetën tënde. Dhe nëse një grua mendon që të jetosh në atë mënyrë është sakrificë shumë e madhe për veten e saj, unë mendoj që secili nga ne ka të drejtë të thotë që unë nuk e zgjodh jetën me sakrificë, unë dua një jetë pak më të mirë. Detyra mendoj që i qëndron gjithmonë institucioneve dhe profesionistëve që punojnë në sektor, të cilët duhet të bëjnë një punë shumë më të mirë me komunitetet vulnerabël dhe me komunitetet të cilat janë më të prirura të përfundojnë në situata të tilla ku në fund të ditës fuqia është gjithmonë tek ai që ka paran dhe tek ai që e blen produktin. E kuptoj unë këtë dhe ti ke të drejtë në tënden, por unë vazhdoj të them që dëshira për një bela vita nuk është argument dhe dëshira për një jetë më të lehtë që të mos punosh tër ditën dhe të marrësh një rrogë 1 milion, 2 milion se vetëm prani dhe pastaj ti nuk di të punosh. Disa njerëz duhet të thonë, jo disa njerëz, të gjithë ne. Mendoj që puna e seksit është një punë goxha e vështirë që të konsumon nga ana fizike dhe mendore. Ndaj duhet bërë qartë, pra që këtyre njerëzve ju duhet bërë qartë që mbas 2-3 vjetësh, po vazhdosh kështu, do jesh më e tillë. Dhe është një punë e cila në vazhdimsi të krijon trauma të mëdha dhe të krijon vështirësi në raportimin me të tjerët, po vështirësi dhe në raportimin me veten. Të paktën këto janë dëshmitë e atyre vajzave dhe grave që kanë punuar si punonjëse seksi, apo kanë punuar si pornoaktore, apo kanë punuar si eskorta, apo kanë punuar si shoqëruese, apo kanë punuar si punonjëse virtuale, duke shqitur seksin virtual. Pra, është një punë e vështirë, është një punë në të cilën ti humbet copoza nga e brendshmja jote, po dhe nga trupi jot, është një punë që të lë pasoja, është një punë që nuk zgjat shumë në kohë, sepse ti nuk je e re dhe e bukur dhe e dëshirueshme përgjithmonë, pra dhe ajo kërkon një sakrificë shumë të madhe dhe gjithashtu nuk është një punë e respektueshme. Kështu që nuk mendoj që i din këto kur e nisin këtë punë këto vajza, të gjitha këto që rendit e ti, i din që në fillim i bëjnë në vedia, apo është një gjë që ju ndodh dhe arrin bas disa kohësh në këtë kohë. Mendoj që ka dinamika të ndryshme. Disa mashtrohen, disa e duan, disa e shohin si apogjeun e arritjeve të tyre. Disa mendojnë që jeta është e përbërë vetëm nga produkte të luksit dhe nëse do kenë ato produkte të luksit, ato do të kenë një status më të lartë në shoqëri dhe nesër pas nesër ky statusi do ju bëjë që të kenë më shumë mundësi dhe ndoshta do lënë këtë punën në të cilën nuk janë të respektuara. Ka dinamika të ndryshme, ka aq shumë histori të ndryshme sa nuk mendoj që ka një formulë që mund t'i përfshijë të gjitha situatat apo ngjarjet në cilën ndodhen gratë, jo vetëm shqiptare, por në të gjithë botën. Kjo është një tematikë e gjerë. Megjithatë,
Ajo që vlen, mendoj unë, përgjithsi për burrat si për gratë, në çdo situatë njeriu di të gjej dinjitetin e jetës tij. Në çdo rrethana. Ke njerëz që vuajnë dënimin diku dhe përsëri ligji ju ka marrë lirin, por jo dinjitetin. Dhe mendoj që kudo në çdo moment njeriu duhet të përballet me dinjitet me atë që bën dhe mos të fajsoj të tjerët për arsye se unë bëra këtë, për arsye se unë. Është një çështje zgjedhje në fundit, apo jo? Po mendoj edhe që njerëzit që nuk kanë dinjitet nuk mendojnë dot për lirinë. Domethënë, nëse ti në Shqipëri njerëzve nuk ju jep dinjitet, një jetë të dinjitetshme. Po kush t'ja japi dinjitetin? Dinjiteti duhet jetë me njeriu, Zhaku. Jo, dinjitetin na japin institucionet, sepse një njeri i cili nuk ka një shtëpi, nuk ka mundësi që të çojë fëmijët në shkollë, nuk ka një rrugë, patjetër që ai do detyrohet që të mbijetojë, të bëjë çfarë do lloj sjellje jo shoqërore për të mbijetuar. Po ky njeriu kur nuk ka dinjitet, nuk mendon dot pastaj në mënyrë të lirë, nuk mendon për lirinë dhe nuk voton dot për lirinë. Mirë, feminizmi duhet të sepse pastaj kthehemi tek sistemet politike. Qartë, po feminizmi. Se unë e kam dëgjuar shpesh këtë, se kur duan na luftojnë thot po boll se ju luftoni njëra tjetrën. Sa e lufton një grua, nuk e lufton një burr një grua. Dhe shpesh herë burrat e zgjuar në fakt fusin në sherr gratë në vendet pune, në shoqërira dhe pastaj vetë rrin se e bëjnë kaq mirë punën këto sa se ke iden për t'u zënë me njëra tjetrën. Është e vërtet kjo? Apo na ka ngelur stigëm? Ti si je? Unë mendoj që është e vërtet dhe fajsoj edhe këtu ose përgjegjësinë ja vesh prap sistemit në cilin ne jetojmë. Pra burrat e kanë fajin? Jo, sepse sistemi patriarkatit historikisht i ka dhënë më shumë pushtet burrave dhe duke i dhënë më shumë pushtet burrave bëjnë që ata sistemin ta drejtojnë burrat, por sistemi i dhunon burrat njësoj sikurse i dhunon gratë. Se nëse gruaja ka një rol të përcaktuar, gjithashtu këtë rolin e përcaktuar e ka dhe burri, dhe këtij burri nuk i lejohet që të marrë frymë, nuk i lejohet që të shprehë emocionet e veta, nuk i lejohet që të jetë i butë, nuk i lejohet që të jetë më femëror, sepse në momentin që ai nuk i përshtatet saktësisht skenarit në të cilën sistemi patriarkal e sheh rolin e tij, edhe ai dhunohet dhe gjykohet njësoj si gratë. Shaqo, ke vënë kohët e fundit që ka ca gra që sillen si burra. Ja, dhe ka ca burra ja ti kthej përgjigje pyetjes që ti tërhiqen dhe janë si gratë, po jo në kuptimin si grua, se ti je si grua është një gjë shumë nuk e bëjnë dot të gjithë, është një punë e veçantë të jesh grua në Shqipëri, të mbetesh grua në Shqipëri, është një luftë e madhe, është një punë shumë e madhe. Po këta burra nuk bëhen as si gra, këta burra bëhen një gjë që s'është burr, domethënë se s'po ja gjej se kemi në shqip fjalën. Pra domethënë ca gra që bëhen si burra dhe ca burra që s'janë më burra. Po. E ke vënë që janë shtuar? Ati përgjigjem edhe pyetjes tjetër që the që a ekziston solidariteti mes grave? Po. E vërtetë është që nuk ekziston, sepse në këtë sistem nuk ekziston, por ka luftë. Kemi probleme në solidariteti që gratë kanë me njëra tjetrën. Nuk flas vetëm në Shqipëri, flas në përgjithësi në botë, apo në sistemi patriarkal është i shtrirë në gjithë botën. Gratë luftojnë njëra tjetrën sepse në sistemin patriarkal, pushtetin, para, pozitën e ka burri dhe ti si grua e fiton statusin në momentin që ke një burr të mirë dhe lufta bëhet e gjitha për të fituar një status të cilin ty ta jep një burr i mirë, se ti je zonjush, grua, e divorcuar vetëm në bazë të burrit që ti ke dhe marrëdhënieve që ke me një burr. Pra statusi jot si grua ndryshon gjithmonë në marrëdhënie me këtë burrin, prandaj që ti që e vogël je mësuar në mënyrë pasive apo aktive që të luftosh gruan tjetër, sepse statusi që cili po kërkon apo roli i cili ti po kërkon synohet nga shumë gra dhe rolet në të cilat ka pushtet janë role më të pakta, nuk ka shumë vende pra. Kjo është arsyeja pse solidariteti midis grave është më i vështirë, por në luftën feministe është i domosdoshëm, sepse unë mendoj që asnjëherë një burr nuk do ta dojë një grua siç një grua do një grua. Asnjëherë një burr nuk do ta kuptojë një grua siç një grua kupton një grua dhe ajo motërzimi dhe ajo dashuria që ekziston midis grave është jashtëzakonisht e rëndësishme dhe të formon ty si grua dhe është e qëndësishme për mbarvajtjen e jetës tënde dhe për të përballuar problematikat të cilat ti ke si grua. E kuptoj. Ndërsa përsa i përket të roleve, pra burra që bëhen si gra dhe gra që bëhen si burra, fatkeqësisht
kjo është një grackë në të cilën kam rënë edhe vetë, ose bi edhe vetë. Sepse, dhe i referohem rolit gjinor në të cilin unë përmbush. Unë si grua, dua të më dëgjohet fjala. Nuk dua që publiku të merret me veshjen time, flokët e mia, jam e bukur, as jam e bukur. Kështu që për të eliminuar vëmendjen e publikut tek vetja ime, unë mundohem të jem sa më burrore që të jetë e mundur, qoftë edhe në veshje, në mënyrë që fjala ime të ketë më shumë peshë dhe në mënyrë që dukja ime, fuqia ime të jetë më autoritare. Ky është një gabim që unë bëj dhe unë bie gjithashtu në grackën e patriarkatit, sepse do ishte fantastike ose feminizmi më do mua që unë të përqafoj veten time në të gjitha ngjyrat e mia, edhe nëse ato janë femërore, edhe nëse ato janë më pak femërore. Kështu që këtu unë pyes veten, a dua vërtet unë a më pëlqejnë vërtet mua kostumet, apo e ndjej unë vetën me kostume? Në fakt të pëlqejnë kostumet? Apo më pëlqejnë mua kostume sepse unë me kostumen e ndjej veten më të rehatshme dhe ndjej veten më të fuqishme. Unë mendoj që mua më pëlqejnë kostumet, por kur kam filluar të vesh kostume, ka qenë një strategji që unë kam bërë, sepse doja që publiku të bazohej tek ajo çka thoja unë dhe tek jo si dukesha unë. E kuptova. Kupton? Megjithatë, unë duke qenë një njerëz që tërë jetën time jam orientuar nga barazia e vlerave. Po. Për mua nuk ka rëndësi nga vjen mendimi, në momentin që ka pesh vlerë, ka background, kam përballë një njerëz sistematik në dijen e tij. Për mua nuk ka rëndësi se çfarë është. Burr, grua, unë i kam dhënë zë njerëzve pa e kuptuar dhe pa u prirur që pse u vesh kështu apo pse s'u vesh kështu. Rrallë herë më ka zhgënjur veshja, dhe këtë duhet ta them. Rrallë herë mund të kem gjetur tek një vajzë e tepruar një mendje të zgjuar. E kam gjetur por rrallë herë, dhe rrallë herë kam gabuar që në kodin e veshjes të kem gjetur një boshllëk. Më kupton? Ndaj le të themi që këto janë disa kode sociale, pra mënyra e veshjes është një prezantim i parë. Ti je ajo që në të parën vishesh qartësisht dhe sidomos në situata të caktuara dhe në ambiente të caktuara. Në një podcast do vishesh kështu, nëse do jesh e ftuar në një parti patjetër do kesh. Pra, këto janë sinjalet e para të komunikimit. Rrallë herë të thash vetëm mendje brillante, nuk duan t'ja dim për këtë gjë dhe ne i kemi mirë kuptuar në botë që njerëz të tillë, po mos ta humbasim fillin e mendimit. Feminizmi për feminizëm e dëmton gruan, pra kuotat, se duhet ta them këtë, unë jam kundër kuotave. Kundër jam edhe unë. Je kundër dhe ti? Se mua më janë turrur një herë që unë tash jam kundër kuotave. Kuotat quhen diskriminim pozitiv, quhen diskriminim pozitiv. Dhe më thanë që po duhet në një vend si Shqipëria që është duhet se s'bën kuota. Mirë, po duhet. Kuota të dëmton ty dhe mua, sepse në qofse në zhduk meritokracinë. 90% e vet kuota fut vetëm gra se janë gra. Çfarë ndodh me këtë 10% që është grua dhe me mend dhe ndërkohë kjo tjetra mund bëhet një militante e verbër e çfarë do gjë që i thot ai burri që i fut me kuotë. Mund të bëhet një aleate e mediokritetit me çdo burr apo grua për të luftuar ty se je më e ditur, më e mençur. Mund të bëhet një rrezik sepse e shet veten e saj të veshur shumë bukur përballë teje. Rreziku është më i madh nëse të gjithë ta do ishin burra. Rreziku për ne si shoqëri do ishte më i madh nëse të gjithë ta do ishin burra. Do ishte më i madh rreziku. Prandaj në momentin në të cilën jemi ne tani si shoqëri, këto kuotrat, të cilat i quajmë diskriminim pozitiv, janë të domosdoshme në mënyrë që të arrijmë atje ku duhet. Pra që gruaja të jetë aktive në jetën publike, në vendimarrje, që pozitat e punësimit të gruas dhe të burrit të jenë të barabarta, që gruaja të ketë një lloj autonomie mbi të drejtat riprodhuese, që gruaja të jetë më aktive për sa i përket të drejtave të veta, etj. Pra ti mendon që situata do ishte edhe më tragjike nëse do ishin vetëm burra këta që sapo the. Me kuotë. Kështu që për momentin varet tek ne. Zhvillimet shoqërore varen nga ne. Askush nuk do vi ta zbukuroj Shqipërinë dhe ta bëj Shqipërinë një vend më të mirë, as një huaj politikan, diplomat, nuk e ka mendjen te Shqipëria. Shqipërinë e duan shqiptarët dhe mund ta bëjnë vetëm shqiptarët, askush tjetër. Këtë duhet ta kemi vath në vesh. Zhaku, ti ke sa kohë ka blogu jot? Pothuajse 10 vjet. Pothuajse 10 vjet. Si nisi dhe si është tani? Mbas 10 vjetësh ka një lirshmëri
për sa i përket komunikimit për temat tabu të seksit e Mendoj që ka. Mhm. Mendoj që ka dhe pa dashur t'i jap më shumë vlera se sa kam vetes, mendoj që e kam sjell një kontribut të vogël për të hapur bisedën mbi seksualitetin, mbi edukimin seksual, mbi vetë seksin në hapësirën publike shqiptare dhe në diskursin publik shqiptar. Sepse nëse para 10 vitesh ishte një temë absolutisht tabu, tani shoh që portalet, mediat e kanë një kënd të vogël apo një rubrik të vogël që i dedikohet gjithmonë seksualitetit, seksit apo marrëdhënieve seksuale. Dhe fakti që këto tema janë ende tabu, po përdoren për të krijuar klikime, unë prapë shoh si një lloj diskriminimi pozitiv, se them të paktën shkruhet, të paktën flitet, të paktën njerëzit lexojnë. Më mirë diçka se sa asgjë. Kështu që ka patjetër zhvillime pozitive, po ta mendosh që vajzat që më shkruajnë mua, kur kanë filluar të më lexojnë, kanë qenë 12-13 vjeç, tani janë 23-24 vjeç. Pra unë kam një gjenerat vajzash dhe djem që i kam rritur me informacionet që ju kam dhënë, apo me suportin dhe mendimin që ju kam dhënë, dhe sikur edhe 100 veta të jenë, për mua është sukses. 100 është më mirë se sa 0. Shiko, unë mbaj mend se ndoshta njerëzit tani të njohin dhe të kanë parë, po unë mbaj mend kur ty të ftonte Çani. Po. Edhe të jepte një kohë televizive të caktuar dhe ti flisje lirshëm për gjithçka që thoje për seksualitetin, për tabut, dhe ishte një, nuk e di si e përballoje ti, se ishte një vrulli madh përballë teje pastaj, se ishte fillimi. Ti mirë fare e përballoje. Nuk ishe ti ndonjë, unë thosha si ja bën apo si lexon fare komentet. Nuk i lexoj komentet. Po ja, po kjo të shpëton. Si lexoj komentet. Është hilja jon. Nuk i lexoj komentet. Nuk lexon komentet, nuk hyn fare. Të rëndojnë apo patjetër, gjatë kohës së Bigut ishte e pamundur mos i lexoje komentet, se ishin 6.000 komente në ditë, kështu që ishte e pamundur që ti evitoje. Ajo më ka rënduar jashtëzakonisht shumë, por mendoj që edhe ajo më ka bërë mirë, sepse ti mbasi del nga një situatë goxha e vështirë, gjithmonë del më i fortë, më i rilindur, me një strategji të re, me një strukturim të ri, me metoda të reja në mendjen tënde se si do përballesh. Dhe je më i bindur për vlerat e tua, për ideologjitë në të cilat beson, filozofitë në të cilat beson, je me këmbët dhe me rrënjët edhe më të forta se sa ishin më parë. E kuptoj. Kështu që mendoj që është normale që të kesh. Çfarë të ka lënduar më shumë nga komentet ose nga vendosja në pozicione që s'të përkasin? Çfarë të ka lënduar më shumë? Mendoj kjo ofendimi dhe anatemimi i vazhdueshëm që i bëhet figurës time, dhe ky analiza minucioze e çfarëdo lloj gjëje që unë bëj, si marr frym, si lëviz, si flas, çfarë zëri kam, si vishem, si dukem, si ulem, që anatemimi me një person të degeneruar, kur në fakt unë as nga veshja nuk jam dhe një person shumë i degeneruar. Mendoj që kjo ka qenë është gjëja më e shëmtuar, kjo përdhosja që ty të bëhet si individ në të gjitha vlerat që të bëjnë ty njerëzor apo human. Kjo është shumë e shëmtuar, fakti që të gjithë të tjerët futen brenda trupit tënd, brenda mitrës tënde dhe mundohen të dhunojnë edhe brendësinë tënde. Kjo është gjëja më e shëmtuar. Ky përdhunimi verbal, se unë ashtu e kam parë si një përdhunim të vazhdueshëm verbal. Si e kalove? E kalova me profesionist, duke ikur te psikologu, duke marrë integrator, duke u kujdesur për veten time, duke ndenjur me njerëzit e dashur, duke u tërhequr pak nga jeta publike gjithashtu. Kështu. Tani të rezonon ndonjëherë ajo periudhë apo e ke kaluar? Jo, e kam kaluar. E kam kaluar. Sa kohë të desh ta kaloj? 2 vite. 2 vjet? Po. Do të thënë mbas përfundimit të Bigut? 2 vite, po. Nuk mbaronte Big Brother. Ti do që ai të mbaroj, po ai nuk mbaron. Ndoshta nuk mbaron kurrë. Emri jot ata shohet gjithmonë me atë eksperiencë. Është shumë i çuditshëm ai show, nuk është si eksperiencat e tjera televizive që fillojnë dhe mbarojnë. Duket sikur ajo është një gjë që nuk mbaron kurrë, është një dëm që ti e ke gjithmonë me vete dhe gjithmonë të rikujtohet. Ti mendon që në përfundimin e showit çdo gjë ka mbaruar, po jo, ajo vazhdon, zgjatet, dhe sa herë që fillon Bigu tjetër, në një farë mënyre rikujtohet ai roli jot dhe paraqitja ai roli jote aty dhe rifillojnë edhe mesazhet. Sigurisht që tani nuk më intereson më,
Por kështu. Se edhe tani për shembull të vi. Po, patjetër, vjen. Do të thotë kur i fillon biku, je distancuar, prezantues tjetër, duket se ka menaxhim tjetër. Duket sikur ajo eksperiencë që ti ke pasur sikur nuk harrohet kurrë. Nuk është si eksperiencat e tjera televizive, që ti thua, unë kam qenë te Çani ose kam bërë këtë emisionin tjetër dhe njerëzit, po, e vërtet, ndërsa këto nuk e harrojnë asnjëherë. Shumë e çuditshme se sa shumë çfarë mekanizmi ka që i bën njerëzit për vete dhe i bën totalisht të varur dhe shumë të interesuar për të ndjekur dinamikat e këtyre protagonistëve edhe mbasi mbaron show dhe me dëshirën për të pasur një zë në kapitull për vendimet që ata duhet marrin për jetën e tyre. Është një eksperiment social shumë i madh. Shumë i madh, është në fakt edhe me shumë ndikim, por shumë ndikim. Ti nëse do ta dije të gjithë këtë gjë, do ta kishe pranuar po t'ishe me këto mend, ose më saktë do shkoj edhe një moment tjetër pas sa kohësh të jesh opinioniste në një format të tillë? Varet nga kushtet tani, sepse tani e di ç'më pret, kështu që varet nga kushtet. Tani e di ç'më pret, kështu që varet nga kushtet. Varet nga kushtet. Ndërsa atëherë nuk e dija ç'më priste, nuk e dija që do ishte kaq masive, kaq çmenduri, që njerëzit do dashuroheshin kaq shumë. E mendoja që do kishte sukses, po jo atë sukses që pati. Nuk isha e përgatitur, sado që unë isha një personazh i suksesshëm, i arrir, i njohur. Nuk isha një personazh i panjohur. Përveç kësaj ngarkese që thua, patjetër që ka patur edhe mbështetje në opinion për ty. Do të thënë, opinioni u nda në dy pjesë. Vërtet është kjo ana që ti thua të ndjek, por është dhe ana tjetër që patjetër. U testua. Patjetër. Kjo ana tjetër të jepte forcë, çfarë ndodh kur në fshehtësi, se dhe ajo ana tjetër ishte e dhënuar nëse forcën e jepte në publik, kështu që në fshehtësi ma ka dhënë. Por ajo që fitova unë mbas paraqitjes time dhe qëndrimit tim radikal për disa vlera në të cilat unë fort besoj, është respekti që unë fitova pastaj te njerëzit për mos dorëzimin tim edhe për atë forcën dhe qëndrueshmërinë që tregova deri në fund, pa u lëkundur ndonjëherë, ndonse dhuna dhe audienca ishte totalisht kundra bindjeve të mia. Fitova një lloj respekti që ende më vlen patjetër, edhe që më rriti profesionalisht edhe më rriti edhe në atë hierarkinë profesionale. Kështu që dhe unë përfitova, mora të mirat e mia. E di, por ti je një natyrë, dhe unë e thash në fillim, ti je një natyrë që nuk e frikë ta thuash gjën. E thua dhe i qëndron gjës tënde. Pra ti nuk lexon dhomën, është ajo shpreha, edhe të dish pozicionohesh në varësi të. Ti je e tillë edhe kjo është një ndër gjërat që unë vlerësoj shumë te ty. Edhe kur s'jam dakord me mendimet e tua, unë e vlerësoj shumë faktin që ti qëndron mendimeve të tua. Nuk më pëlqen oportunizmi. Por ka kosto kjo? Ka kosto shumë të mëdha. Po çdo gjë në jetë ka kosto. Çdo gjë. Thjesht duhet vendosësh ti se cila është kostot që ti je i gatshëm të përballosh. Por unë, kur ndërmora këtë eksperiencë, nuk e dija çfarë kosto kishte. Nuk e dija, se ndoshta nëse do ta dija, ndoshta s'do ta kisha pranuar. Isha me duar në xhepa, me syze dielli dhe shumë e qetë. Mbasi mbaroi show, mendova që kostot ishin shumë të mëdha. Tani që ka kaluar kohë, them, ishte një eksperiencë, unë ja hodha, e kalova. Pra, dhe gjendja emocionale ndryshon në varësi të ose vlerësimi që ti ke mbi ngjarjet e ndryshme në jetën tënde varen nga sa afër ti analizon me ngjarjen këto ndjesi. E qartë. Pra, duke u distancuar, natyrisht që ftohen, bien emocionet dhe ti e lexon më qartë atë që ka ndodhur. Ty të ndjek fama, tani natyrisht, po të lodh fama, si është raporti jot me famën? Apo nuk e ndjen? Nuk e ndjej, me thënë të drejtën, nuk e ndjej. Sepse ti nuk e percepton veten me sytë të tjerëve dhe me perceptimet e të tjerëve. Ti je gjithmonë vetvetja me ato dështimet e tua dhe me sukseset e tua, je gjithmonë shumë kritik, je gjykatësi më i madh i vetvetes, dhe kur ke sukses ti thua unë mund ta kisha bërë më mirë, gabova aty, pritshmëritë për veten i kisha kështu, ndërkohë që realizova shumë më pak nga se kisha pritshmëritë. Pastaj njerëzit e tu të afërt, unë përgjithësi kam miqtë e njëjtë që kisha kur nuk isha e famshme, dhe ata më trajtojnë në të njëjtën mënyrë, nuk mendoj që unë kam ndonjë vlerë më të madhe ose më të vogël. Kështu që unë e ndjej veten po i njëjti njeri. Vetëm kur jam përballë të tjerëve e kuptoj ndikimin që kam tek ata, por kur jam me vetveten, realisht nuk e kam të qartë, nuk e kuptoj.
Zhaku, unë mbyll gjithmonë episodet e mia duke dashur të çoj një mesazh te dikush që na dëgjon edhe supozoj që ke një grua, mund të jetë edhe burr, por një njeri, se nuk dua të hyj kësaj ndarje gjinore, një njeri që është në hall, është në dhunë, është nuk di nga të dalë. Çfarë do t'i thoje? Të kërkosh ndihmë, rrjetëzimi është shumë i rëndësishëm. Unë e kuptova gjatë eksperiencave të 2-3 viteve të fundit që në luftë nuk shkohet vetëm. Në luftë nuk shkohet vetëm dhe nuk shkohet në luftë me një ushtri që është shumë më e rafinuar se sa e jotja, sepse vdekja është e sigurt. Prandaj të mundohemi të kemi një rrjetëzim dhe një solidaritet, disa njerëz që na qëndrojnë afër, të cilëve nuk duhet kemi turp t'i kërkojmë ndihmë. Këshilla e dytë që duhet t'i jap, që është një këshill që unë e kam dëgjuar vitin e kaluar, në fund të vitit të kaluar dhe nuk e kisha menduar më parë dhe thash sa e bukur kjo gjë, është që ne nuk jemi viktima përgjithmonë. Po ne pësojmë në jetën tonë, jemi viktima, po ajo nuk është gjendja jonë e vazhdueshme deri në fund të ditëve tona. Ne duhet ta kuptojmë këtë, duhet ta pranojmë që dhimbja duhet përjetuar. Është mirë që ta përjetojmë dhimbjen, duhet trajtuar, duhet kanalizuar dhe pastaj ajo duhet kyçur dhe duhet lënë aty ku i takon që të jetë. Dhe jeta vazhdon. Dhe ti rilind pa qenë viktim, sepse nuk je viktim përgjithmonë. Mendoj që këto janë 2 gjëra që dua t'i them gjithë atyre që na dëgjojnë. Dhe grave të cilat nuk din ku të kërkojnë ndihmë, ju lutem që të më kontaktojnë ose të kontaktojnë kolektivin feminist në Shqipëri, sepse ne jemi një grup i madh. Ku jep të adresa? Në Instagram, në Facebook, në rrjetet sociale. Kolektivi feminist Jacqueline Lekatari, dhe në Facebook dhe në Instagram. Nëpërmjet rrjetit të cilët kemi ngritur dhe në të cilin jemi 5, që të ndihmojmë sa më shumë mundemi vajza dhe gra, të cilat ndihen të pashpresa dhe të cilat nuk as e verbalizojnë dot nevojën e tyre për ndihmë. E kuptoj. E fundit, çdo të thotë ti jesh grua në Shqipëri. Të jesh grua në Shqipëri është një punë burrash. Po mirë, dhe kaq mirë punon burrat. Në kuptimin që është e vështirë dhe e lodhshme dhe me shumë përgjegjësi dhe e lodhshme se sikurse burrat e shohin rolin e tyre në shoqëri. E qartë. Sepse ne nuk kemi fjalë të caktuar, po unë them këtë nga përvoja ime. Ti jesh grua në Shqipëri është një punë për te të qenit burr dhe grua, një, dhe e dyta. Kur gratë duan të ndihmojnë gratë dhe kur gratë kanë aleancë intelektuale, profesionale, emocionale, shpirtërore me njëra tjetrën, ka krye vepra, jo vepra. Patjetër. Energjia që ne kemi kur duam të ndihmojmë njëra tjetrën, edhe nëse ngacmohemi gjatë ditëve, por kur e kuptojmë që tjetra ka hall dhe ne duam dhe solidarizohemi me të, më besoni, është energjia dhe ilaçi më i mirë që mund t'i gjendet një grua. Andaj do doja ta mbyllja duke thënë të ndihmojmë sa më shumë njëra tjetrën. Madeleine Albright ka thënë, ka një vend në ferr për ato gra që nuk ndihmojnë gratë. Mund ta them edhe një gjë tjetër, pa e prishur gjithë të mbyllja shumë bukur që bëre ti. Po, shumë e vërtet, por unë shoh gjeneratët e reja, që këto gjeneratën zë që është shumë aktive, djemtë edhe vajzat e kësaj gjenerate që janë shumë më të vetëdijshëm, shumë më të informuar dhe shumë më të zëshëm dhe shoh djemtë që advokojnë për të drejtat e vajzave dhe grave, advokojnë për të drejtat e gruas. Dhe unë do doja shumë që në këtë luftën, në këtë botë e cila po ndryshon shumë shpejt, me këto demokraci liberale që duket sikur do zhduken, me këto të drejtat e njeriut që duket sikur nuk janë më të rëndësishme sa kanë qenë në vitet 90, është shumë e rëndësishme që burrat të jenë aleat të grave, që burrat t'i duan gratë, t'i duan gratë dhe të na ndihmojnë, sepse pa ta dhe pa bashkëpunim të vazhdueshëm nuk ja dalim dot që të jetojmë në shoqëri të shëndetshme dhe që të mos harrojnë që gratë nuk i urrejnë burrat si individ, i urrejnë gjërat që burrat ju bëjnë grave, ose urrejnë pushtetin që ky sistem ju ka dhënë burrave. Por gratë nuk i urrejnë burrat, kështu që edhe një burr do thoshte, po ne nuk ju urrejmë dhe ne ju duam. Megjithatë, por na vrisni, kështu që e vërtet. Për fat keq e vërtet. Megjithatë, doa ta mbyll duke thënë që nuk ka gra dhe burra, ka njerëz të mirë dhe njerëz jo të mirë. Dhe nëse e nisa duke thënë që ka një vend në ferr për gratë që nuk ndihmojnë gratë, unë do ta them, ka gjithmonë një vend në parajs për njerëzit që ndihmojnë njerëz.
Zhaku, të falenderoj shumë që ishe këtu. Faleminderit, ishte kënaqësi biseda. Miq, takojmë në episode të tjera, mirupafshim. Për episodet e plota të Milori Podcast, subscribe në kanalin tim në YouTube Mirela Milori.